Shikos të nderuar, vazhdojmë tutje me emisionin Nën hijen e mëshirës, si zakonisht çdo ditë punë nga hënën në të premte nga ora 16 këtë në radio televizionin Iliria. Dhe për sot kemi të ftuar Hoxhë Burim Koçinaj nga qyteti i Prizrenit, ku do të flasmi për lutjen dhe vlerat dhe rregullat e saj. Selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam, mirë se gjeta. Për sot vazhdojmë me temën që mi dakurduat flasmi, si është atmosfera e muajit Ramazan në Prizren, meqense nifët Prizrenit për atmosferën e Ramazanit. Të paktën kështu i ka dalë fjala në popull. Atmosfera në Prizren, se përket muajit Ramazan, është një atmosferë madhështore, meqense besimtarët e agjerojnë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, ku vërehet frekuentimi i xhamive në numër të madh nga ana e besimtarëve, sidomos në Teravi, agjerohet ky muaj, jepet sadaka, falen Teravit e kështu me radhë. Hoxhë, po dalim tek tema, çka është lutja, çfarë vlere ka dhe sa lloje të lutjes janë? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Allah në falenderojmë, salavatet dhe selamet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Pas falënderimit të Allahut, ju falenderojmë edhe juve që na keni bërë këtë ftesë, duke lutur Allahun dhul xhelal që këto emisione në këtë muaj të bekuar të Ramazanit t'i bëj emisione të dobishme për mbar besimtarët. Para se të jap përgjigje për pyetjen e parashtruar, të gjithë duhet ta dimë fillimisht pse na ka krijuar Allahu i lartmadhëruar. Këtë gjë Allahu e ka treguar në Kur'an ku ka thënë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar për diçka tjetër posa të më adhurojnë. Pra, qëllimi i ardhes së njeriut në këtë botë është të adhurojë Allahun subhanahu wa taala. Andaj koncepti apo përkufizimi i adhurimit, cili është, dietarët kanë përmendur se adhurimi është një nocion gjithëpërfshirës për çdo gjë të cilën Allahu e do dhe është i kënaqur, qoftë ajo fjalë apo vepër, e dukshme apo e padukshme. Tek adhurimet bëjmë pjesë namazi, agjerimi, haxhi, respektimi i prindërve, respektimi i më të moshuarit, lutja për të cilën do të flasim e kështu me radhë. Andaj si e tillë themi se lutja është kërkimi që ja bën robi Allahu subhanahu wa taala përmes lutjeve, duke kërkuar nga Allahu gjëra të mira, duke kërkuar nga Allahu që t'ia largojë të këqijat. Vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka treguar ad-du'a huwa al-ibada. Adhurimi, duaja është adhurim i vërtet. Duaja është adhurim i vërtet, apo lutja. Andaj si e tillë, nëse i kushtohet Allahut, atëherë njeriu fiton të mira dhe sevape. Mirë po nëse i kushtohet dikujt tjetër krahas Allahut, qoftë ai profet i dërguar, apo melek i privilegjuar, apo ndonjë njeriu tjetër, atëherë kjo më nuk është adhurim, mirë po është shirk, është idhujtari. Ndërsa sa i përket vlerës së lutjes, vlera e lutjes është tejet e madhe, mirë po ne do t'i përmendim vetëm disa vlera të saj. Lutja është urdhër hynor. Allahu dhul xhelal thot në Kur'an: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj tha: "Lutmoni mua, unë do t'ju përgjigjem." Andaj nuk ka nevojë njeriu ta lut as pejgamberin, as melekun, as kërka tjetër, mirë po e lut drejt për drejt Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu, lutja është mburoj dhe armë për besimtarin. Ad-du'a silahul mu'min. Kan thënë disa nga të parët tanë, lutja është arma e besimtarit. Andaj besimtari duhet ta përdorë këtë armë që përmes saj Allah t'ia largoj fatkeqësitë, brengat, mërzitë të cilat e godasin në jetën e kësaj bote. Gjithashtu në pah del hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku tregon vlerën e lutjes, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men lem yes'alillah yaghdab alayh." Kush nuk e lut Allahun, nuk kërkon prej Allahut, Allahu hidhrohet me të. E shikon, Allahu hidhrohet nëse nuk i kërkojmë. Mirë po robit nëse i kërkon, hidhrohet. Andaj sa më shumë ti kërkojmë Allahut nga të mirat e kësaj bote dhe të mirat e ahiretit. Pra Hoxhë, po i bie që sa herë që ne lutemi mos na vije marrë, kushtimisht me thonë që mos po të proj me lutë Allah për një çështje të caktuar. Përkundrazi Allah ka me bollok. Sa më shumë që i kërkojmë Allahut, aq më shumë na jep dhe aq më shumë ne bëjmë ibadet kushtuar Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu prej dobive është se
besimtari kur e lut Allahun, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë ai ka 3 gjendje. Ose Allahu ja pranon lutjen, ose Allahu ja vonon këtë lutje për në botën tjetër, për me shpërbly apo me largu ndonjë dënim, ose Allahu subhanahu wa taala në këtë botë ja largon ndonjë fatkeqësi. Kjo domethënë në pikat e shkurta ishte sa i përket vlerës së lutjes, ndërsa lutja ndahet në 2 lloje. Duaul mas'ala edhe duaul ibada. Lutje e adhurimit, ku çdo adhurim që ja kushtojmë Allahut, namaz, zeqat, agjërim, e kështu me radhë konsiderohet lutje për faktin se përmes këtyre adhurimeve ne shpresojmë të mirat tek Allahu dhe kështu me radhë. Gjithashtu e kemi lutjen e kërkesës, kur e bëjmë ndonjë lutje të veçantë, kushtuar Allahut për të na dhënë begati në këtë botë, të mira në ahiret, për të na shtuar diturinë, për të na furnizuar me të mirat e tij e kështu me radhë. Cilat janë shkaqet që një lutje të jetë e pranuar tek Allahu i madhëruar? Sigurisht se kemi shkaqe dhe norma të cilat nëse i veprojmë do të na ndihmojnë që lutja jonë të jetë e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Së pari nuk duhet harruar se duhet të jemi të sinqert në lutjen të cilën ja kushtojmë Allahut. Çdo vepër pa sinqeritet nuk pranohet tek Allahu. Andaj si e tillë edhe lutja duhet bëhet me sinqeritet, pra t'ja kushtojmë Allahut këtë lutje sinqerisht. Thot Allah në Kur'an: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din, hunafa wa yuqimu s-salata wa yu'tu z-zakata wa dhalika dinul qayyima." Ata nuk kanë të urdhëruar për tjetër veçse që ta adhurojnë Allahun me sinqeritet dhe duke qenë besim drejt. Ta falin namazin, ta japin zakatin dhe kjo është feja e drejtë. Pra, çdo adhurim që ja kushtojmë Allahut, ja kushtojmë me sinqeritet. Qoftë lutje, qoftë namaz e kështu me radhë. Së dyti, për shkaqeve është që të kthehemi ka kibleja. Kjo nuk është kusht, mirë po është edukat. Nga se pranohet lutja edhe nëse nuk kthehemi ka kibleja. Mirë po, besimtari është edukat që kur ta lusë Allahun dhul xhelal të kthehet ka kibleja. Së treti, gjatë duas, të gjithë e dim, i çojmë duart lart për ta lutur Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Vërtet Allahu është i turpshëm dhe bujar. Turprohet nga robi i cili i çon duart lart duke i kërkuar diçka Allahut dhe Allahu mos i përgjigjet atij." Kur jemi te ngritja e duarve, do ta kemi parasysh se nëse kemi hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam ku tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngrit duart gjatë lutjes së caktuar apo në një vend të caktuar, atëherë edhe ne i ngritim duart lart për ta lutur Allahun subhanahu wa taala. Për shembull, e kemi rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngrit durt duke qenë në mimberin e ditës së xumë, kur ka kërku prej Allahut dhul xhelal të lëshoj shi. Pra i ka çu durt. Gjithashtu, në ditën e Arafatit, në këtë ditë madhështore, i ka ngrit durt për me lutur Allahun subhanahu wa taala, gjithashtu besimtarët e cilët kanë qenë në Qabe për ta kryer haxhillokun apo umrën, në Safa dhe në Marwa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngrit durt. Andaj edhe ne si besimtar, duke ndjek udhëzimin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i ngritim duart tona kur e lutim Allahun nëpër këto vende. Po ashtu kemi raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka ngrit durt. Atëherë kur imami ligjeron në ditën e xumë dhe bën lutje të ndryshme, atëherë besimtarët pas imami nuk i ngritin duart e tyre. Rasti i tretë është kur nuk pohohet se Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka ngrit durt për një dua të caktuar në një vend të caktuar i cili ka vlerë. Atëherë besimtarët çfarë të bëjnë në këtë rast? Atëherë besimtarët në këtë rast mund të kthehen në bazë që të ngritin duart e tyre dhe ta lutin Allahun subhanahu wa taala duke i ngrit durt. Gjithashtu për shkaqeve të pranimit të lutjes është në fillim ta lavdërojmë, ta madhërojmë Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, pastaj të dërgojmë salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nga se ti po i kërkon diçka Allahut, andaj duhet ta madhërosh Allahun subhanahu wa taala. Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që kur ndonkush prej jush bën lutje, atëherë ta lavdëroj dhe
ta madhroj Allahun, pastaj të çoj salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj t'i kërkoj Allahut çfarë të dëshiroj. Ku jemi tek salavatet që ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë lutjes, do ta kemi parasysh që dietarët i kanë përmend 3 mënyra. Mënyra e parë është të dërgojmë salavate fillimisht, pasi ta madhrojmë Allahun, apo të dërgojmë salavate në fillim, në mes dhe në fund të lutjes, po ashtu të dërgojmë salavate rasti të tretë në fillim të lutjes dhe në fund të saj dhe lutjen domethënë e kemi në mes. Gjithashtu nuk do të harrojmë që gjatë lutjes duhet të jemi të bindur se Allahu do t'i përgjigjet lutjeve tona. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutjeni Allahut duke qenë të bindur se Allahu do t'ju përgjigjet lutjeve tuaja. Andaj edhe ne kur e lutim Allahun kemi mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala se ai do të na përgjigjet lutjeve tona. Gjithashtu e kemi shkak udhëtimin e gjatë. Nëse besimtari udhton, atëherë duhet ta shfrytëzoj rastin ta lusë Allahun subhanahu wa taala. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se 3 lloj të lutjeve pranohen dhe nuk refuzohen. Ka thënë da'watul musafir, lutja e udhëtarit, da'watu al-madhlum, lutja e atij që është bërë padrejti dhe da'watu al-walid li waladi, lutja që e bën prindi për fëmijën e vet. Andaj, udhëtari duhet me pas parasysh që me lutë Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu dhe e fundit, edhe pse ka shkaqe të tjera, ta lutim Allahun me emrin e tij Zot, Rabb. Ya Rabb, o Zot, o Zot, apo ya Rabbena, o Zoti ynë kështu me radhë. Nga se këto janë për shkaqeve që Allahu i pranon lutjet tona. A ka pengesa ose cilat janë pengesat që një lutje të mos pranohet? Sigurisht se ka pengesa që lutjet tona të mos gjejnë përgjigje tek Allahu subhanahu wa taala. Ndër shkaqet kryesore që një lutje të mos jetë e pranuar tek Allahu është haja, pija dhe fitimi haram. Gjë që ndoshta shumë familje sot rrezikohen nga këto mëkate. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Vërtet Allah është i mirë dhe e pranon vetëm të mirën. Andaj e ka përmend ka fundi hadithit, ka thënë që një person ka udhëtuar gjatë, flokët i ka pas të pluhurosura, ka qenë i stërlodhur, edhe këtë kushtet që Allah më ju përgjigj personit të tillë i ka plotësuar. Mirë po i ka pas disa pengesa. Ka thënë o Zot, i ka kërkuar Allahut. Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ushqimi, pija e tij ka qenë haram. E si vallë i përgjigjit Allahu një personit të tillë. Shkak tjetër, pengesë tjetër është kur personi e humb shpresën. Thot, ju luta Allahut, mirë po nuk më përgjigj. Atëherë ky person faktikisht ka mendim të keq për Allahun subhanahu wa taala. Nga se tham, duhet me lutë Allahun, duke qenë të bindur sa ai na përgjigjet lutjeve tona. E jo të thot e luta Allahun, mirë po nuk mora përgjigje, kështu që e braktisa lutjen. Jo, në vazhdimsi besimtari duhet ta lusë Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu gjatë lutjes duhet ta lusim Allahun të përulur dhe me tregu nevojën tonë që kemi për Allahun dhul xhelal. Jo me zemra gafile, me zemra indiferente, me zemra që mos jetë zemra jon prezente kur e lusim Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, lutjeni Allahut duke qenë të bindur se Allahu ju përgjigjet lutjeve tuaja dhe dijeni se Allahu nuk e pranon lutjen nga një zemër e shkujdesur dhe e pavëmendshme. Andaj do të jemi të bindur se Allahu na pranon lutjet tona dhe do ta lutim Allahun me zemrat tona. Gjithashtu duhet ta dim një gjë që ndoshta pak kush prej nesh i ka shku mendja, se Allahu dhul xhelal nëse nuk urdhrojmë në të mirë dhe nuk ndalojmë nga e keqja, Allahu nuk na pranon lutjet tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, po betohet në Allahun dhul xhelal. Thot ose do të urdhëroni në të mira dhe do të ndaloni nga të këqijat, ose Allahu do të vijë me një ndëshkim, pastaj do ta lusni Allahun dhe Allahu nuk i përgjigjet lutjeve tuaja. Andaj i Zoti i shtëpisë do t'i urdhëroj familjarët e tij që t'i binden Allahut, do t'i ndaloj ata nga mëkatet
që ja bajnë kashia Allahu subhanahu wa taala dhe kështu me radhë. Secili është përgjegjës për kopën e tij. Do të urdhërojmë në të mira me gjuhët tona, nëse kemi mundësi me ndru të keqen, me duart tona e ndrojmë me dorën tonë, e pakta është që të keqen të urrejmë me zemrat tona. Gjithashtu pengesë janë edhe mëkatet. Mëkatet të cilat janë mbulojnë zemrën e njeriut dhe janë nxin. Kështu që besimtari sa që bën mëkat, duhet t'i kërkoj falje Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu është edhe mendjemasia dhe mos lutja e Allahut subhanahu wa taala. Allahu thot në Kur'an: Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Vërtet ata të cilët tregohen mendjemdhaj ndaj adhurimit tim do të futen në xhenem të pështruar. Këtu me fjalën adhurim e ka për qëllim lutjen. Pra ata të cilët nuk e lusin Allahun, faktikisht po tregohen në një farë mënyre mendjemdhaj kashia Allahut subhanahu wa taala. Këto ishin disa pengesa. A ka ndonjë kohë apo vend ku shpresohet që lutja të është pranuar? Sigurisht se ka vende dhe kohë ku shpresohet që lutja të jetë më e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, dhe kjo e drejtë është ekskluzive për Allahun subhanahu wa taala. Pse? Thot Allah në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Vërtet Zoti yt krijon çfarë të dojë dhe përzgjedh. Pra Allahu i përzgjedh kohët, Allahu i përzgjedh vendet dhe u jep vlera atyre kundrejt disa kohëve dhe disa vendeve të tjera. Ndër kohët madhështore është pjesa e fundit, domethënë koha e syfyrit, para syfyrit, ajo kohë ku zbret Allahu në qiellin e kësaj bote. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet Zoti ynë i lartmadhërisëm zbret në qiellin e kësaj bote çdo natë, ashtu siç i takon lartmadhërisë së tij. Dhe thot: a ka kush më lutet t'i përgjigjem? A ka kush më kërkon diçka t'ja jap? A ka kush më kërkon falje ta fal? Kjo ndodh çdo natë. Andaj secili besimtar ta ketë parasysh këtë kohë të begat dhe të jetë zgjuar duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. E sidomos në Ramazan, ashtu se ashtu të çohemi për syfyr, të ham bukë, nga se syfyri që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çohuni në syfyr sepse në syfyr ka bereqet, ta shfrytëzojmë këtë kohë duke i kërkuar Allahut të mirat kësaj bote, të mirat e ahiretit, t'i largoj fatkeqësitë nga familjet tona, nga vendi ynë dhe kështu me radhë. Gjithashtu, prej rasteve ku Allahu e pranon lutjen është koha mes ezanit edhe ikametit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la yuraddu ad-du'a bayna al-adhan wal-iqama. Nuk refuzohet lutja që bëhet mes ezanit dhe ikametit. Ne si besimtar i falim 5 vaktet. Andaj për çdo namaz e kemi ezanin, pastaj e kemi edhe ikametin. Mes ezanit dhe ikametit e lutim Allahun dhul xhelal, dhe kjo është një kohë që Allah subhanahu wa taala i pranon lutjet tona. Moment apo gjendje tjetër është kur besimtari fal namaz. Kur ballin e tij më të lartë e qet në sejdë për Allahun dhul xhelal. Kur është në sejdë besimtari, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Robi më afër Zotit është në momentet kur është në sejdë. Fa akthiru ad-du'a. Andaj shpeshtoni lutjet, bani lutje sa më shumë. Gjithashtu është një orë e veçantë në ditën e xumë, të cilën orë nuk e dim ne kur është kjo orë që Allah i pranon lutjet e besimtarëve. Këtë orë dhe natën e Kadrit e kalon Allah të msheft. Përse? Për me tregu se sa e duam ne Allahun duke e adhuruar Allahun me adhurime të ndryshme. Mirë po dietarët kanë thënë që kjo kohë, pasi që kanë dhënë disa mendime, ka thënë kjo kohë është mas i qindis deri në perëndimin e diellit. Gjithashtu e kemi lutjen e agjëruesit. Agjëruesi për sa kohë agjëron, Allahu lutjet e tija ja pranon. Pra, jo vetëm në prag të iftarit, mirë po gjatë kohës kur agjëron, domethënë është kohë kur Allahu lutjet e tija ja pranon. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, 3 lutje Allahu nuk i refuzon, ja pranon besimtarit, dhe ka përmend lutjen të cilën e bën agjëruesi. Pra, gjatë tërë kohës që agjëron, Allah ja pranon lutjet dhe jo thjesht vetëm para iftarit. Gjithashtu e kemi
vendin, qabën e bekuar, xhamin e profetit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, e kemi ditën e Arafatit, e kështu me radhë kohë dhe vende të ndryshme ku Allahu subhanahu wa taala janë kohë më shpresuese që Allahu t'i përgjigjet lutjeve tona. Si bën të lutje profeti Muhammed alayhis salam dhe mund të na thuash ndonjë lutje të tij? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë Allahu dhul Jalal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju me të vërtetë në të dërguarin e Allahut, pra në profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam e keni shembullin më të mirë. Ne duhet ta ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në pamjen e tij, në moralin e tij, në ibadetet e tij dhe në çdo sen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahun, nga se edhe ai ka nevojë për Allahun subhanahu taala, nga sa është rob i dërguar dhe e adhuron Allahun e madhëruar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç i përmendëm edhe më parë rregullat, e ka filluar lutjen e tij me lavdërim dhe madhërim ndaj Allahut, ka thënë salavate, pastaj i ka ngrit durt dhe e ka lutur Allahun subhanahu taala, me një zemër të kthyer sinqerisht dhe plotësisht tek Allahu subhanahu taala. Bile siç thuhet në transmetime, shpeshherë lutjen e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 herë. Për shembull, o Allah na ruaj nga zjarri i xhenemit, na jep xhenetin e kështu me radhë. Ndërsa sa i përket lutjeve të profetit sallallahu alaihi wasallam, lutjet e tija janë të shumta, të cilat janë të regjistruara në për librat apo koleksionet e haditheve. Po ashtu, domethënë ti përmendim disa lutje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lut për të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit. Madje këtë lutje të profetit e kemi edhe ajet kuranor. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Kjo është një lutje madhështore të cilën shpeshherë duhet ta themi. Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë, na jep të mira edhe në ahiret, në botën tjetër, dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ka qenë profeti i Zotit, është lut që Zoti t'ia forcojë zemrën në fenë e tij. Kjo për të na treguar neve që ta themi sa më shpesh këtë lutje. Ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi i zemrave, forco ma zemrën në fenë tënde. Andaj edhe ne kemi shumë nevojë ta lutim Allahun subhanahu taala të na forcojë zemrat tona, nga se nuk dihet njeriu mund të devijojë dhe ta lë fenë Allahut dhul xhelal. Gjithashtu e kemi lutjen për falje të mëkateve, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahumma ighfirli dhanbi kullah. O Allah mi fal tërë mëkatet e mia, ato të cilat janë të pakta, ato të cilat janë të shumta, ato të cilat janë të parat, ato të cilat janë të fundit, e kështu me radhë. Edhe ne duhet ta lutim Allahun subhanahu taala me lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu është lut Allahu t'ia shtojë devotshmërinë edhe udhëzimin. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. O Allahun kërkoj prej teje udhëzim, devotshmëri, dëlirësi dhe vetmjaftueshmëri. Andaj, me qenë se jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, sidomos në 10 e fundit, ta lutim Allahun dhul xhelal me këtë lutje, me lutjen që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ti je falës i madh, e do falen, andaj na fal neve. Si qëndron puna hoxh tek ne, të cilët ndoshta nuk mund të bëjmë lutje ashtu siç mund të bëjnë këtë rast hoxhallarët në gjuhën arabe, çështja e njohjes gjuhës arabe, njohjes së ajeteve dhe haditheve. Këtë rast pra kemi edhe të moshuar të cilët nuk është e din të bëjnë rima të ndryshme në lutje, por që mjaftohen me sinqeritetin e tyre dhe aq sa din aq edhe bëjnë lutje. E kërkuar vëllana im është ta lutim Allahun me zemrat tona ashtu siç dim. Ashtu siç dim ta lutim Allahun subhanahu taala, pra nuk kushtëzohet ta lutim në gjuhën arabe. Mirë po kërkoj Allahut e sheh sa fjalë të bukura të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje edhe ajet kuranor. Nëse nuk din me lut Allahun pos me këtë ajet apo me këtë lutje që njëkohësisht është edhe ajet, o Allah na jep të mira në këtë botë, të mira në ahiret, na ruaj nga zjarri i xhenemit. Se të mirat e kësaj bote janë të shumta. Me dhon Allahu pasuri dhe begati, me dhon evlad, me dhon dituri. Domethënë, fjalë të shkurtra kanë qenë lutjet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kuptim plota dhe gjithëpërfshirëse. Cilat janë lutjet më të mira? Ja, këto janë lutjet më të mira. Pra lutjet të cilat i kemi në Kur'an, të cilat i ka përmendur Allahu dhul xhelal, që pejgamberët e kanë lutur Allahun me to, apo lutjet e profetit sallallahu alaihi wasallam që janë përmend në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se profeti sallallahu alaihi wasallam
e ka njoft Allahun më së miri se kretë të tjerët. Kështu që edhe ne t'i ndjekim hapat e tij edhe në lutjet të cilat ja drejtojmë Allahut subhanahu wa taala. Pra përmend edhe në fillim, dikush mund të thotë se ka bërë lutje, por nuk ka marrë ende përgjigje për lutjen e tij, dikush e lën gjysmë sepse thotë kam bërë lutje një javë, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj dhe nuk është më përgjigj Zoti dhe ka lënë. E treguam edhe më herët hadithin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që robi besimtari kur e lut Allahun, Allahu dhul Xhelal ose ja plotson kërkesën e tij, ja pranon lutjen, apo ja ruan për ahiret, për botën tjetër, apo ja largon një të keqe. Andaj, ai që lut Allahun nuk është të humb kur gjë. Faktikisht është duke adhuruar Allahun me lutje. Apo i kemi edhe këto 3 raste të cilat sapo i përmenda. Tjetra është ku e din robi pse Allah nuk ju ka përgjigj kërkesës së tij. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Thot Allah, mbase diçka e urreni, mirë po ajo është më mirë për ju. Ti nuk e din, ki kërku diçka prej Allahut, Allahu nuk ta ka dhënë atë kërkesë të cilën ti e do. Mirë po, pasaj është më shef diçka që ti nuk e njohuri, po ka Allahu subhanahu wa taala. Andaj mos i humb shpresat, lutë Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu kanë përmend dietarët që për shembull një rob ka dëshirë Allahu t'ia vonoj përgjigjen që ta dëgjoj zërin e tij, nështrimin e tij, për uljen e tij para Allahu subhanahu wa taala, ta dëgjoj Allahu zërin e tij çdo herë duke e lutë Allahun subhanahu wa taala. Allahu i ka pra 99 emra, siç treguohet në hadith dhe Allahu në Kur'an na thotë që ta lutim atë me emrat e tij. Si bëhet kjo formë lutjes? Ne e dimë që Allahu subhanahu wa taala, siç thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i ka 99 emra, 100 pa një. Kush i mëson këta emra, i mëson përmendsh, u ati kuptimin, e lutë Allahun përmes tyre, do të futet në xhenet. Nuk do të thotë se Allah nuk ka emra më shumë se sa 99, nga se kjo nuk është tema jonë, mirë po, për 99 emra, në qofë se i mësojmë, punojmë me to e kështu më radhë, Allah dhul Xhelal do të na fus në xhenet. Allah thotë në Kur'an: "Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha." Allahu i ka emrat më të bukur, andaj luteni Allahun me këta emra. E si vallë ta lutim Allahun me emrat e tij? Ne e lutim Allahun në bazë të kërkesës të cilën ne e dëshirojmë. Për shembull, nëse dëshiron furnizim, thua o furnizues, më furnizo. Nëse dëshirojmë dituri të dobishme, o i gjithë ditur më jep dituri. Nëse dëshirojmë falje të mëkateve, o falës më fal. Ose nëse dëshirojmë që Allah të na pranoj pendimin ton, o pendim pranues, na pranon pendimin dhe kështu me radhë. Dhe hoq padyshim që tema është e gjatë dhe kemi edhe pyetje të tjera, por kaq kishim kohë dhe hapësirë për këtë emision, duke shpresuar që do të takohemi edhe herave të tjera dhe njëkohësisht ta shfrytëzojmë këtë Ramazan sa më shumë me ibadet adhurim, njëkohësisht edhe me lutje për nevojat kërkesat tona të cilat i kemi në raport kashim me Allahun. Faleminderit. Suksese në të ardhmen inshallah, e dëgjojmë për të mirë. Faleminderit. Të nderuar shikues të rrethis, kaq për këtë emision, takohemi nesër dhe atëherë mirëmbëjtje. Asalamu alaykum.